Çmimet e fruta perimeve në tregjet e Shkodrës edhe këtë sezon vijojnë të jenë të larta. Në tregun e Zdrales vëret se rritje duket se kanë mësuar çmimet e perimeve, po ashtu edhe të frutave të stinës. Qytetarët thonë se çmimet janë rritur në krahasim me vitin e shkuar, me të prekurit nga kjo situatë mbeten pensionistët. Ato theksojnë se pensionet që marrin janë minimale, ndaj këto çmime janë të papërballueshme. Po ngimeve të tonë. Si duket përgjithësi? Bukur boll. S'ka më bukur. Po prandaj ikum kështu, çe. Vetëm bukur që lekë na gati. Tjetër gjë. Çmimet variojnë për çdo ditë. Shudhet bes kërkom, di që më hanë. Çfarë? Pasem, rritën ulen, por të shumica atje, jo të këta. Përballueshme për qytetarët. Po, pra, ku janë përballueshme me 100.000 lekë pension që marr? E shumë të mirë, po. Pensionin 100.000 lekë? Po, përballueshme për pensionistat. Ndërkohë jashtë kamerave, tregtarët bëjnë ditur se çmimet janë të arsyeshme, ndërsa shprehin shqetësim për mungesën e fuqisë blerëse, ndërsa sipas tyre produktet që ato tregtojnë janë të sigurta dhe cilësore, ndërsa pritet që me rritjen e prodhimit vendas gjatë sezonit veror edhe çmimet bien si të perimeve ashtu edhe të frutave.